Hidhet në erë automjeti një biznesmeni në qytetin e Durrësit. Ngjarja ndodhi mëngjesin e sotëm rreth orës 8 të mëngjesit në lagjin numër 1 ku automjeti tip Volkswagen me targa Tirane 2137R ishte i parkuar në anë të rrugës. Sipas policisë së Durrësit, automjeti i përket 43 vjeçarit Eduard Xhepa, pronari i hotelit Aragosa në qytetin Bregdetar. Sipas policisë të mbërritur në vend ngjarje, lënda eksplozive ishte vendosur në motorin e mjetit dhe fatmirësisht nga shpërthimi nuk ka të lënduar. Policia thotë se kemi të bëjmë një shpërthim me komandë në distancë, nga i cili nuk ka patur dëmtime të objekteve përreth. Burime nga grupi hetimor bëjnë të ditur se ende nuk ka njohuri zyrtare për të zbuluar autorët dhe shkaqet e ngjarjes. Dyshohet se shpërthimi ka ndodhur për shkak të konkurrencës, por nuk përjashtohet dhe mundësia e një borxhi të pashlyer. Po ashtu janë sekuestruar dhe pamjet filmike të kamerave të sigurisë të objekteve aty pranë për të gjetur gjurmët e autorëve. Në vend ngjarje ka mbritur grupi hetimor dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes, si dhe identifikimin e kapin e autorëve.